Përshëndetje, që në hyrje të këtij epizodi duhet të këshilloj që duhet ta ndiqni me kujdes. Për arsye të shumë faktorëve dhe ka të bëjë gjithmonë me jetën. Sot në disa media dëgjova lajmin, rritet numri i infarkteve dhe i vdekjeve të rinjt në Shqipëri. A thua se po ndodh vetëm në Shqipëri, a thua se është një gjë e re, a thua se të gjitha këto janë rezultat i ne shqiptarëve. Sigurisht që shkaku i vdekjes duhet të përcaktohet vetëm nga hetimi mjekoligjor dhe nga ekzaminimet përkatëse. Prandaj dua t'u sqaroj faktin pse edhe tek moshat e reja ka rritje të infarkteve ose të vdekjes, siç kemi dëgjuar ditët e fundit, humbja e jetës së dy punonjësve tek punonjësve të burgut, e shoferit të autobusit, e sportistëve dhe shumë shkaqe të tjera të humbjes së jetës. Le ta shkojmë çik me radhë. Dim që faktorët kryesor janë një kombinim faktorësh, ato klasik të cilët janë pirja e duanit, hipertensioni, diabeti, kolesteroli i lartë, jeta sedentare, mbi pesha, mungesa e aktivitetit fizik, këto dihen që janë të parat. Dhe janë të padiskutueshme që ato janë faktorët kryesor. Por ka dhe faktorë të tjerë, sidomos për të rinjt, sidomos për moshat e reja. Përdorimi i kokainës është edhe në Shqipëri, është në një numër të madh. Është patjetër prezent që nga evidenca personale, por le të kapim disa shifra. Në Europë janë rreth 4.3 milion persona të moshës 15-64 vjeç, pra 1.5% e popullsisë adulte, që ka deklaruar që ka bërë përdorim gjatë këtij viti, pra të kokainës. Tek të rinjt 15-34 vjeç është akoma më e lartë, jo 1.5, është 2.7, është 2.7 milion njerëz vetëm tek të rinjt e kësaj moshe. Po ashtu kemi përdorimin e amfetaminave, që janë edhe ato stimulues. Vlerësohet se janë rreth 2 milion njerëz që e kanë përdorur të vit, rreth 0.7-0.8%. Pra, këto janë shifrat e Europës, po flasim për njerëz që pranojnë të deklarohen, për njerëz që ndoshta janë dhe të regjistruar në vendet e tjera, dhe imagjinoni shifrën që nuk deklarojnë dhe nuk pranojnë të thotë të vërtetën. Çfarë shkaktojnë këto? Përdorimi i kokainës dhe amfetaminave mund të shkaktojë spazëm të arterieve koronare. Spazëm do të thotë të kurrje të enëve të gjakut, dhe sigurisht kurrja e enëve të gjakut zvoglon volumin e tyre, zvoglon sasinë e oksigjenit të gjakut dhe oksigjenit që shkon në tru dhe në organet e tjera, dhe do të shkaktojë ishemi edhe të vetë musklit të zemrës. Dhe sa më shumë të zgjasë kjo spazëm koronare, aq më evident bëhet iskemia edhe pastaj infarkti. Këto substanca krijojnë jo vetëm varësi, por çfarë bëjnë? Rrisin frekuencën kardiake, rrisin presionin arterial, rrisin rrezikun e hemorragjisë cerebrale dhe tek persona të rinj që nuk kanë sëmundje kardiake. Pra, si shkak kryesor është përdorimi i kokainës dhe amfetaminës stimuluesve. Çfarë është një gjë tjetër shumë e rëndësishme? Studimet kanë treguar që brenda orës parë të përdorimit të kokainës, rreziku për të pasur një infarkt është 24 herë më i lartë krahasuar me periodat që ata nuk e përdorin. Për përdoruesit e kokainës në mënyrë kronike të rregullt është 7 herë më i lartë se sa personat që nuk e përdorin ata. Pra, imagjinoni këto faktorë që përmenden shumë rrallë në studimet. Sidomos një studim të të rriturit 18-45 vjeç, që është mosha pothuajse që e përdor më shumë nga gjithë, është rreth 25% e shkakut të infarkteve. Pra, ja pse arsyeja tek moshat e reja janë rritur infarktet, janë rritur dhe vdekjet e papritura, sepse i kemi shtuar të gjitha këto faktorë. Po ashtu tham edhe amfetaminat. Mos të harrojmë një gjë tjetër. Stresi. Stresi kronik, sidomos, luan një rol të rëndësishëm. Pse? Ai rrit nivelin e hormoneve të stresit, adrenalina dhe kortizoli. Favorizon hipertensionin, inflamacionin,
çrregullimet kardiake dhe aritmit malinje. Aritmit malinje që shkaktohen nga të tre këto faktorë, amfetaminat, kokaina dhe shpesh edhe stresi, ndryshojnë ritmin e zemrës. Që do të thotë, aritmi është një ritëm jo sinuzal, jo i rregullt, po i çrregullt, që shumë herë, për mos të thënë në 100% të rasteve, ka nevojë për goditje elektrike në moment që të shpëtojë. Pra, stresi kronik, sidomos tek personat me profesione të tilla si personeli mjekësor i urgjencës, shoferat e autobusave, të fugonave që kanë përgjegjësi për jetën e të tjerëve, policët e burgjeve, zjarfiksit, gjithë ato që punojnë me turne, që kanë një gjumë të çrregullt, kundër ritmit cirkadian, që kanë një keq ushqyerje, që kanë një lodhje të skajshme dhe një stres psikologjik të vazhdueshëm, i shtojnë këto faktorë, gjë e cila dihet që janë persona në moshë të re, të cilët janë në efektin e të gjithë këtyre faktorëve dhe të gjithë së bashku, bile stresi mund të jetë edhe shkaku i parë i qarjes së pllakës aterosklerotike. Yndyrnat depozitohen brenda enëve tona të gjakut. Inflamacioni kronik, stresi kronik mund të jenë shkaktar që të qahet, sepse thamë që rrit numrin e hormoneve nxitës të stresit, të cilët mund të shkaktojnë këto pasoja. Prandaj kur flasim për vdekjet papritura në moshë të re, nuk duhet të nxitojmë përfundime. Nuk do dalim me lajme në media që rritet numri i vdekjeve nga infarkti në Shqipëri tek të rinjt. Jo. Këto janë faktorë që janë në të gjithë botën dhe po ju jap edhe një klasifikim të smundëshmërisë në botë. Pra, nuk janë rritur. Shkaku kardiak, patologjitë kardiake janë të parat në të gjithë botën. Sidomos në Europë, shifrat sipas tyre tregojnë që sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor, 42 deri në 45% e humbjeve të jetës. Tumoret ose kanceret janë 25-30%. Sëmundjet neurologjike dhe çrregullimet mendore janë 6 deri në 8%. Sëmundjet respiratore dhe kronike 5 deri në 8%. Diabeti dhe sëmundjet metabolike 2 deri në 4%. Traumat dhe aksidentet janë 5 deri në 7% dhe sëmundjet infektive 2 deri në 4%. Por ka një veçori tjetër. Në Europë dhe në shumicën e vendeve të zhvilluara, sëmundjet jo të transmetueshme përmbajnë rreth 90% të vdekjeve. Brenda tyre sëmundjet kardiovaskulare zënë vendin e parë, por për moshat 15-44 vjeç, pesha relative e trauma, e përdorimit të substancave dhe çrregullimit të shtetit mendor është shumë më e madhe sesa në moshat e avancuara. Kjo është arsyeja kur flasim për infarktin të të rinjt. Pra, ne duhet të kujdesemi për veten tonë. Mosha e re nuk do të thotë asnjë gjë nëse nuk kujdesesh për shëndetin tënd. Ti që je përdorues i këtyre substancave, duhet të kesh parasysh se je i rrezikuar aq herë sa përmendëm më lart. Dhe një detyrë e rëndësishme është edhe të kujdesesh për shëndetin e atyre që kujdesen për shëndetin e të tjerëve. Akrimi i kushteve, kontrollet e mbashershme, pushimi, rikuperimi i lodhjes dhe i gjumit janë shumë të rëndësishme. Ky ishte një nga episodët që doja ta theksoja për arsye edhe të lajmeve ose keq informimit që bëhet nga mediat. Nuk mund të thuash janë rritur në Shqipëri. Nuk është e drejtë, njerëzit duhet të jenë të informuar me realitetin, jo me interpretimet, as të mediave, as të gazetarëve, as të profesionistëve për qëllime dytësore. Ky është realiteti. Shihemi në episodin e radhës.